Sot do të trajtojmë një temë që prek secilin prej nesh, pra do të flasim për potencialin e zhvillimit të lagjeve. Kësaj radhe do të ndalemi në Prishtinë dhe do të flasim gjithashtu për rolin e qytetarëve në planifikimin urban. Por se si mund të bëhet ky zhvillim dhe si mund t'i zhvillojmë lagjet pra në mënyrë më funksionale, më të qëndrueshme dhe atraktive për të gjithë, gjithsesi do të flasim në vazhdim të emisionit me të ftuarin tim. Në studio me mua është zotri Fatmir Selimi, ekspert i ekonomisë bujqësore, gjithashtu është me përvojë shumë të gjatë profesionale. Miq të nderuar, një CV të shkurtër të zotri Fatmir Selimit, është i lindur dhe i rritur në Prishtinë, shkollimin universitar për bujqësi dhe gjuhë angleze i ka të përfunduara në Universitetin e Prishtinës, është përfitues i 2 bursave nga qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku ka përfunduar masterin në programin ekonomi bujqësore në Kansas, gjithashtu ka përfunduar edhe një specializim në ekonominë e sigurisë ushqimore. Gjithashtu zotri Selimi ka përvojë të gjerë me organizata të huaja në projektet siç janë bujqësia, blegtoria, hortikultura, mbrojtja e mjedisit, ndryshimet klimatike, e qka jo tjetër. Pra me një CV kaq të pasur, besoj se zotri Selimi do të na ndihmoj të kuptojmë më lehtë perspektivën e zhvillimit të lagjeve dhe përfshirjen e qytetarëve në këtë proces. Zotri Selimi, mirë se erdhët dhe faleminderit shumë për kohën. Mirë se vizgjeta, është kënaqësi që jeni në emisionin tuaj. Unë e bëra një prezantim të shkurtër sa i përket juve, me qenë se CV-ja juaj është edhe më e pasur, por për efekt kohe edhe pasi që vendosëm të fokusohemi në këto pika, unë fola vetëm për këtë që vetëm sapo e prezantova tek dëgjuesit. Për fillim, duke qenë se jeni lindur edhe jeni rritur në Prishtinë, jeni shkolluar gjithashtu, e njihni Prishtinën, por gjithashtu e njihni edhe kërkesat edhe nevojat e qytetarëve të Prishtinës. Sipas jush, cili është potenciali i zhvillimit të lagjeve në Prishtinë kur flasim në kontekstin ekonomik dhe social? Po mendoj që Prishtina ka disa lagje që kanë fillu të zhvillohen domosdoshmë që mati. Pra, si që thash edhe unë jam i lindur në Prishtinë, qytetin Pejtan, ku mendoj që në atë periudhë kohore planifikimi urban dhe planifikimi i shtetit ka pas shumë rëndësi, sepse çdo gjë që është bë me një planifikim të rregullt, edhe në bashkëpunim, edhe në koordinim me qytetarët që kanë jetuar në ato lagje. Normalisht çdo lagje në Prishtinë ka pas qerrën e vet, ka pas shkollën e vet, ka pas mundësitë për zhvillim biznesit. Mirë po, nuk ka qenë ai zhvillim i rregullt që është botash me hapjen e shumë dyqaneve, shumë lokaleve, shumë sendeve ndryshme apo ndërtimit të pakontrolluar, i cili ka ndikuar automatikisht edhe në zhvillimin e lagjes. Potenciali i zhvillimit të çdo lagje duhet të matet me numrin e njerëzve që jetojnë ato, me sipërfaqet cilat i kanë ata, me mundësitë që mos t'i pengojnë njëri tjetrit, të krijojnë kushte të favorshme që të gjithë të cilët jetojnë ato edhe të zhvillohen, po të njëjtin kohë të jetojnë. Normalisht janë ato zonat ku janë zonat industriale apo zonat ekonomike të Prishtinës, në të cilat domosdoshmë është zhvillimi më intensiv ekonomik, mirë po lagjet e Prishtinës e kanë luajtur një rol familjes, ku u zhvillu familje, u zhvillu edukata, u zhvillu që ata fëmijë dhe ata njerëz që kanë jetuar ato, edukatën i kanë përcjellë në punën se ne kanë bën punë të përditshme në punën se ne ka shku. Potenciali i këtyre lagjeve është shumë i madh, sepse çdo njeri i cili nuk ka probleme, kontributi i tij në punë ka më qenë shumë më i madh. Çdo
person i cili ka probleme si pronësore, apo ka probleme ndërtim, apo ka probleme në qasje në administratë, apo qasje për çështje të shëndeti, apo të shkollës, apo si, ai domethënë e shpenzon një kohë shumë të madhe tu mendu për këto probleme, edhe normalisht e kontributi i tij në punë ka me qenë më vogël. Për ata, çdo lagje në Prishtinë do t'i ketë kushtet që personat që jetojnë, apo banorët që jetojnë ato, t'i kenë gjitha kushtet, si në arsim, si shëndetësi, si në aktivitetet ndryshme sportive, si në takime me njerëz, si në bashkëpunimin me ata që i kanë fëqinjtë e vetë, edhe vendet ku cilat rrinë me qenë qeta që më kriju një ambient shumë mirë. Po shpesoj që kjo gradualisht ka mendo me Prishtinën, edhe pse kemi një rritje të hoshme zhvillimit, domethënë nuk mendoj që ka qenë zhvillim ekonomik, më shumë ka qenë zhvillim ndërtimor. Mirë, po për momentin kjo ka ndodhur në Prishtinë, po shpresojmë që kemi amësit këto sene që thonë rrugë duhur, edhe mendoj që bashkëpunimi qytetar, sepse përpara kanë ekzistuar bashkitë lokale, në cilat për çdo kohë banorët janë thirrë, janë këshillu, ka marrë mendime, pastaj është bë programi apo planifikimi për atë lagje, është prezantuar te qytetarët, ka marrë komente ndryshme dhe në fund është zhvilluar plani për zhvillim apo rregullativ i asaj lagje. Po sot çfarë po ndodh? Po sot fatkeqësisht për shembull lagjen time në vitin 2009 kemi pas një bashkëbisedim për planin për zhvillim të asaj lagje, edhe të aty në lagje për domthonë lagjes qendra, përveç pejtonit ka qenë pjesa ku është 40 katëshja dhe ka pas vende tjera. Fatkeqësisht ajo nuk është zhvilluar sepse ka ndodhur ndryshime, për shembull ka ndodhur privatizime, kështu që tash për moment jemi përballë lagjes tonë që është lagja pejton, ju ndërtu ndërtesa deri në 30-40 kat, cilat automatikisht ndikojnë në kualitetin e jetës në lagjen tonë, edhe neve nuk na është leju që të ndërtojmë apo na është kërkuar që të bashkohemi edhe të ndërtojmë diçka. Herën e fundit se na kemi ndiqur që plan për zhvillim komunal ka shku domon për me u votu në komunë, fatkeqësisht na nuk kemi marrë pjesën në planifikim. Na nuk e dim se çka ka ndodhur apo çka është e propozuar. Ndoshta komuna apo kryetari ka pas biseda me dikën, mirë po na banorët e lagjes nuk kemi informata se me kanë këtë bisedu. Plani është prezantuar, tash normalisht ndodhin zgjedhje, po shpresojmë që në fazën tjetër ne do të kemi mundësi të komentojmë, ta shohim dhe të propozojmë ato ide që mendojnë që neve na animojnë me jetu ende ato. Përndryshe kam në parasysh problem shumë i madh sepse me hyrjen në banesa, këto lagjen lakrish të shpëtojnë, ka me pas 20.000 banorë që automatikisht do të ngojnë në kualitetin e jetës tonë, si në trafik, si në gjelbërim, si në kushte tjera që po thëmë, si në shkolla, si në qerdhe, edhe normalisht që konkurenca do të rritet. Kështu që mundësitë për banorët e kësaj lagje do të jenë më të vogla. Kjo ndodh jo vetëm në këtë lagje, po mendoj në gjitha lagjet, sepse ka ndryshuar, ka pas shumë ndërtime dhe numri i banorëve ka përcaktuar që kërkesa për shkolla, edhe për qerdhe, edhe për shtëpi shëndeti të rritet në qendër, kurse ato që kanë ekzistuar në zonat periferike apo në zonat rurale, ndoshta të mbyllen apo të shfrytëzohen nga një numër shumë i vogël i banorëve të Prishtinës. Kjo temë është shumë e rëndësishme që do të flasim gjithsesi në vazhdim, por përmende më herët janë konsultuar banorët e lagjeve, ka pas këshilla lokale gjitha ato informata që i dhatë. Por sot pse nuk kontaktohen banorët e lagjeve? Ndoshta nëse merret një vendim ose nëse ndërtohet një plan zhvillimor ose një ndryshim i ndërtimit të lagjeve. Po, unë mendoj që përpara kjo ka qenë zhvillimi, ka qenë shumë edhe njerëzit kanë qenë shumë aktiv domthonë në zhvillimin komunal apo dhënien e ideve apo vërsat. Është shumë interesant që çka ka ndodhur me popullatën që secili ka hyrë nëpërmjet atyre mureve në borën e vet edhe nuk merr pjesë në domthonë aktivitetet e komunitetit. Nuk do me qenë pjesë e vendimeve të cilat mirën. Kështu që partitë politike këto e kanë shfrytzuar për nevoja veta, për nevoja private, interese personale, interesa partijake, edhe është shumë e çuditshme që çapo ndodh se shumica dhe qytetarët e Prishtinës vetëm janë ka presin që të vinë ndërtimet të ndërtohen lagje ku ata do të përftojnë banica, të cilat e lëshojnë me qira, dhe mos me pas nevojë me pa për ndaj zhvillim tjetër ekonomik. Deri më tani nuk kum pa, sidomos në lagjet që janë njoftë nga që kanë qenë ma pak zhvillume, si lagja Kodra, Trima ose Vranier që thonë, apo Kolovica edhe disa lagje,
Nuk vrem që komuna ka tentu me bo zgjedhje për zhvillim ekonomik në atë pjesë. Për shembull është Tulltoria, aty e ndërtu banesa, një shkollë është ndërtu, mirë po mendoj që ka pas mundësi, do të një kriju kushte edhe aty njerëz që jetojnë në ato lagje, ndoshta ma pak zhvilluar, apo e kanë një farë mungesë zhvillimit, duhet një kriju mundësi për zhvillim ekonomik. Jo mundësi me qelë shitore, po mundësi për zhvillim ekonomik. Na dhe tash shohim, kejt banesat që banë Bollakia 2-3 kate kanë lokale. Kujt ka me avon ato lokale? Qa ka me punu ato lokale? Mendoj që planifikimi urban është deshte dhe mos me leju që kur është dhanë leja për ndërtim, që të krijohen mundësi për zhvillimin e lokaleve të cilat shumica tash po rrinë zbrasta. Edhe çmimet janë shumë të larta, edhe pse Prishtina kryeqytet, edhe besoj që ka më zhvillu hala ma tutje, duhet me bo një farë planifikimi, jo një farë teprimi. Sepse katët e para zakonisht po shkojnë me lokale, ndërsa pjesa tjetër ndërtim, çmimet janë marramense, edhe njerëzit po presin që vetëm nëpërmjet qirave të jetojnë tarma. Jo me punë, po me qira. Krejt në fillim e përmenda se keni punuar edhe me organizatat ndryshme ndërkombëtare në fushat siç janë bujqësia, hortikultura, blegtoria, prodhimi, shitja, gjitha këto. Tani do të ndalemi pak edhe tek zonat rurale. Cila është mënyra më e mirë e zhvillimit të zonave rurale dhe si mund t'i motivojmë sot të rinjët që të mos i braktisin zonat rurale, të mos migrojnë për zona tjera edhe aq më keq të lëvizin, të lënë Kosovën komplet. Si të motivojnë këta të rinj për zhvillimin e bizneseve dhe punësimin ndoshta të vetvetes, po pse jo edhe të tjerëve. E di që e njihni edhe këtë pjesë jashtëzakonisht mirë. Më ka raste tash, me pasi që kam vendosur të kandidoj me për kryetar të komunës Prishtinës, si kandidat pavarur, kam vendosur edhe pse e njoh këtë zonë rurale, kam shkuar dhe kam vizituar familja, apo njerëz që janë në zonë për shembull Gollak, në Barilev, te Nezhdall kam qenë kam vizituar domosdoshmë ata njerëz që jetojnë atje. Është një tendencë shumë e madhe që të nga këto zona kanë lëvizur në Prishtinë. Një për arsyeve është ndoshta edhe mungesa e rrugës, mungesa e perspektivës. Rrugët cilat dërgojnë për shembull në Gollak janë ashtu të ngushta që njerëzit kanë probleme me rrinë ndoshta për një orë në Gollak, ndërsa distanca është shumë e ulët, shumë e vogël, domethënë që duhet shumë shpejt me mrije ato. Duhet me pa me qelë rrugë që ata të mrijnë më shumë ato. Duhet krijojnë kushte që në shkollat cilat janë ato të grumbullohen gjithë nxënësit nga ato zona të shkojnë bashkë në shkollë, të krijojnë mundësi që ata të njihen, të kryejnë perspektiva, të martohen bashkë. Po është një rast që dikush kishte më vajza të kishte martuar në qytet. Mirë, po problemi për djemta që nuk kishin problem që ata mi sjell nuse të me jetu në ato zona rurale, sepse po vret një tendencë që gjithë po dojnë me jetu ose në Prishtinë ose në fushë Kosovë, apo që me qenë sa ma lehtë. Jeta në fshat është shumë e mirë. Por ata që janë punëtorë, edhe ata që dojnë domosdoshmë edhe bujqësinë, po edhe agroturizmin, ka edhe shkallësi tjera, komuna duhet me dhënë mundësi, me dhënë grante, që ata njerëz me ndihmu me kriju domosdoshmë mundësi, me kriju punishte për me punu me dru, me bo agroturizëm, me kriju domosdoshmë mundësi që me prodhu produkte me cilat ata e furnizojnë qytetin e Prishtinës. Për shembull Barileva është një farë hambari i Prishtinës, sepse gjithmonë Barileva, Drenoci, Përgoci, e mendoj edhe Dejt e Lupshi, gjithmonë e kanë fortizuar tregun e Prishtinës. Tash tregu i Prishtinës është shumë i madh, edhe fermerët që janë nga këto regione, domosdoshmë zonat rurale, po kanë problem me shit mallin këtu. Kështu që edhe aty ne duhet me ndihmu që me ato produktet e veta të jenë sa më të sigurta, sa më kualitative, që të jenë konkurrente edhe me bujqë tjerë të Kosovës. Po zona rurale ka nevojë për një investim për një me. Edhe pse më kanë thonë Gollak, thënë pak i vonu, politika është vonu edhe njerëzit kanë pikëru. Shumica janë ose në fushë Kosovë, ose në Prishtinë, tentojnë që të rrinë sa më afër aty në zonat veta me një shansë të menu që ka më kthy një ditë. Mendoj që do të më dhënë dhe grante për këta të rit, që dojnë me jetu, mu martu, e me jetu në zonat rurale, duhet me dhënë grante, duhet me dhënë përkrahje që ata me njësë një biznes, që më shkojnë dika tjetër. Një anekdotë që të regojnë, njerëzit
prindit po mëzitë ma shumë kur për vinë fëmija në Prishtinë, se sa kur po shkojnë në Gjermani. Sepse në Gjermani e vende tjera prapë se prapë po kthehen e ka mundësi që kthehen. Mi po lëvizja, migrimi në Prishtinë, është ka shkakton qysh me thonë, një farë kaosi me në Prishtinës, se ka shumë njerëz, dërsa zonët rurale ka mbi zbrasta. Ka shumë fshatra në regionin e Prishtinës, cilat gati ka mbi zbrasta, edhe mundësit për zhvillim ekonomik vetëm se në ka ra. Nëse s'ka rini, nëse s'ka njerë që jënë punëtorë që dojnë me punu, edhe që kanë rrugë për me shku atje që ma shpejt, që kanë shkolla, që kanë shtëpi shëndet, që kanë gjitha, atëherë na muna me prit që brenda 5 dhe 10 vjetë kena me pas problem do shta gjysa e fshatrave të komunës Prishtinës, veç ka me qenë zbrasta. Pasi që jepi Kamenice, e dinë që në Kamenice kjo ka ndodhë, edhe si pas statistikave dhe regjistrimit fundit për 36.000 banorëve, së në Kamenice jetojnë veç 23.000, 13.000 banorë kanë lëviz, për 13.500 hektarëve, më ka thonë drejtori për bujqësi, vetëm 3.500 hektarë tokë bujqësore tashmuar. Kjo është tendencë që mundon këtë Kosovën, jo veç Prishtinë, për që ata nuk duhet mi pas një plan implementues, kjo strategji e cila shumë letër, po plan që dikush ka me implementu, ka me shku çdo ditë për me ndiku, sepse te na e kena një mungesë me shkru, me fol, na flasim mirë. Po për me punu, e kena pak problem, se jena pak ma shumë dhe mela dhe kena problem me implementu diçka që këna shumë. Unë s'pari po ju uroj për kandidimin edhe ju uroj rezultatet e kënaqshme. Por që po më intereson edhe diçka tjetër, përmende zonat rurale, nga ana tjetër keni punuar gjatë me organizata të huaja në implementimin e projekteve të ndryshme edhe në zonat rurale. A janë të gatshëm të rinë të punojnë? A ka potencial nëse vetëm ju ofrohen kushtet? Në bujqësi thirret një zinxhir i vlerës. Mendoj që edhe muna mi thirrë edhe në qytet edhe në komunë, në fshat zinxhiri i jetës. Jo vetë zinxhiri i vlerës, sepse prej mbjelljes apo prej përgatitjes tokës deri te shitja është një zinxhir. Në çdo vend ku kputet diçka, atëherë normalisht që edhe nuk ka mungesë zhvillimi, sepse bëhet një pengesë për zhvillim. Trit, unë mendoj që duhet me tentu, edhe duhet mi përkrah shumë për me mujtë mi bindë me jetu në zonët rurale. Na për e vetë knaqemi, kemi punu në periudën që kena punu na, kena pru shumë kultura të reja, se da të kryojmë përfitime ma të mbaja, shamë si mjedrën, boronicën, drezën, shafranin, kemi pasë më spesat, gjitha këto kultura kemi tentu mi promovu. Mirë po vrejet që trit tendencën e kanë më shku dikon ku është ma lehtë, edhe pse ta është bujqësia me mekanizëm, edhe me mundësi që përjepen është shumë atraktive për ata që i din edhe që i dojnë. Nuk po mungën parja në Kosovë, po mungën dija. Domthon kena mungesë njerëzve që i din edhe që i dojnë. Këto janë dy sene, për ata na, jo veç komuna, po dhe shteti duhet me punu shumë në zhvillimin e mundësive që mi dhon të rive që ata me shku matutje. Jo veç bujqësi, po në gjitha sektorët. Sidomos në zonat rurale, se mendoj që Kosova ka shumë fshatra të bukura, me bukuri shumë të mirë, edhe shumë që me thonë të knaqin, sepse më ka ra me punu ta në Kosovë, mirë po mujna me thonë që gradualisht kemi lëvizje të rinis në zonat urbane, nuk po du me qenë negativ, po na du me punu shumë në atë ditë që më bilet që ata që janë me ndajt ato. Ose mi ju kriju mundësi aty në cilët janë të jetu në Prishtinë, po nuk po mund mi gjetë vetën, mi ja kryu mundësin që ata më këtyn fshatrat e tyne edhe me punu në drejtim prodhimit të ushqimit mirë, qëndetshëm, po me pasë mundësi tjera si agroturizmin, apo përpunimin, apo edhe tjera sene. Po zinxhiri duhet me funksionu. Komuna duhet me mendu që së Prishtina veç Prishtinë qyteti, po janë dhe zonat rurale, fshatrat, cilat e bojnë këtë komuna dhe matë mirë, matë bukë dhe qysh me thonë, ja japin ndjeshin këtë qyteti. Përmendet tendencën ose ndoshta mosmërzitjen e prindërve kur ju larguan fëmijët për në shtetet tjera siç është Gjermania, Zvicra, edhe atje e dim që jetojnë në përfshatra, e punojnë, besa edhe njerëz ton atje ka mundësi që jetojnë në përfshatra, mirë po atje zotri Selimi infrastruktura, si që përmendet ju këtë zinxhirin që dikun një hall
po mungon që domethënë të rinjt nuk po duan të rinë jo në zonat rurale, po madje edhe nëpër qytete më të vogla të Kosovës, lëvizjen në Prishtinë. Këtu pse nuk është punuar më tepër që ndoshta të paktën të jenë shkollat, një ambulancë, krejt infrastruktura që është në qytet, të paktën që ofrohet edhe në fshat, edhe të mos kenë pastaj nevojë për me lëviz. Po unë kom pa edhe në zonat rurale që ka shkolla ndoshta më të mira se në Prishtinë. Mirë po fatkeqësisht prindrit po tentojnë që t'i sjellin nga këto zonat rurale gjatë ditës, edhe kur nisën punë i marrin me veti fëmijët si në qerdhe, si në shkolla, tentojnë t'i sjellin në Prishtinë dhe gradualisht ata përgatiten për me jetu në qytet, nuk përgatiten me jetu në fshat. Këto po vërim si tendencë shumë negative, sepse qyshtë edhe të ndoshta kvaliteti i shkollave aty në ju duket që është më i dopt atje. Ndërsa shumë interesant, për shembull fshati Prapashtic, fëmijët e fshatit Prapashtic vinë në shkollën model. Nuk kanë pranuar me shku në Grashtic apo Makovc apo në shkollat që kanë qenë ato afër, më bë bashkë me ata fëmijët që janë në zona rurale. Prindërit e tyre kanë kërkuar që nëse mbyllet shkolla në Prapashtic, ata të udhtojnë në autobus të bashkë çdo ditë deri në Prishtinë. Unë mendoj që kjo është gabim, sepse në këtë mënyrë veç e ke kriju mundësinë që ata fëmijë asnjëri kur të kryejnë shkollën fillore apo të mesme, kanë me tentu me ndajnë Prishtinë dhe nuk kanë me tentu me kthyen në fshatin e vet. Na duhet me kriju mundësi, na i kemi rinin shumë të mirë, mirë po vrehet që bujqësia që pju duket aty pak më e vështirë, është diçka që ata nuk e dojnë. Kur shkojnë në Gjermani, në Zvicër, ata shkojnë nuk i sheh kërkush, se aty një duket ndoshta edhe që është punë, jo ndoshta e mirë nëse punon bujqësi. Mirë po, për ata që njohune, edhe që punojnë me nder, edhe që punojnë me ndjerës, ata kanë bërë rezultate fantastike, njoh shumë bujq në Barilev, në Tenezhdal, Mramor, këto fshatra të cilët e bojnë një punë fantastike për komunën e Prishtinës, edhe kanë kriju tarda shumë mira. Mirë po edhe te ata vret një tendencë edhe ata tentojnë, mas i kryejnë këto kushte me lëviz, fëmijët tyne tentojnë me shku dika tjetër. Kjo është një shtend shumë i mirë. Mendoj që një për rezultateve që në projekte që këmë punu ma shumë ti, rezultati jem më i mirë ka qenë se unë i këmë përkrah trit. Ata që kanë kryer fakultetin e bujqësisë kam tentuar me angazhu në praktikë dhe mi shty edhe shumica e njerëzve që punojnë në Ministrinë e Bujqësisë na xhenxhen pagesa apo në projekt apo me shoqata e njerëz që kanë punuar praktikantë në projektin që kanë punuar. Edhe sa di dy që shumë më kënaq më që më duket rezultati shumë i joni, të gjithë ata ku prindët e tyre ja kanë nisur me biznese të vogla, kanë nisur për shembull në për grumbullim bimëve me kusta armatika apo me dreza apo mjedra apo speca, shumica e fëmijëve tyre kanë shku, kanë kry shkolla dhe në Amerikë kanë kry dhe tash menaxhojnë çfarë biznes. Kanë qalkullim për 100.000 deri 1 milion, 5 milion. Edhe mua jam kënaq se ashtu që ai prindi ka investuar në ndjenjën e fëmijëve vet, edhe ata kanë bërë rezultate fantastike, të cilat mendoj që është një sen shumë pozitiv për neve. Mirë po, na duhet mi përcjell, edhe duhet minimu njerëzit që dijen që e kanë grumbulluar në Kosovë, në mënyrë praktike, jo teorike, se na kena teori si enda shumë, po për me punu, praktikisht kemi pak njerëz. Nga eksperienca juaj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, cili do të ishte modeli më i mirë i praktik për zhvillimin e lagjeve tona këtu në Kosovë dhe a ka ndonjë lagje që mund të merret si model dhe të praktikohet në vendin tonë? Po mendoj që praktika më e mirë për çdo vend është praktika e vendit vet. Se në Amerikë ti mundesh me pa, me po kushtet, mundësitë, hapësirat që ata e kanë, ju ka kriju mundësi që ato lagjet e tyre të jenë më të mëdha, shumë më të mëdha. Ndoshta një lagje mund të qenë sa gjysa e Prishtinës, edhe i përfshin gjitha këto shërbime të cilat unë i thash, të përfshi edhe qendrën tregtare, ndajsen. Dhe na kjo nuk ka, na duhet më përshtat. Shumë po më pengon kur njerëzit thonë jo në Amerikë është kështu, jo në Suedi është kështu, jo në Gjermani është kështu. Po ata janë 100 vjet para neve, 200 vjet para neve. A ka mundësi na një lagje me thon shembull ku më ndu që lagja janë pejtoni është një lagje shembull, mirë po me mbylljen e kësaj pjesës të sheshit George Bush, edhe me transporti publik që tash po kalon, ndërtimin të aty në 40 katësheve,
Lagja për i tonë ka ra nivel shumë, qysh me thonë të mjerushëm, ndërsa tatimet janë ende shumë të larta edhe na paguajmë për ato. Nuk ka modele. Modelet i bojnë njerëz që jetojnë ato. Çdo vend është i mirë apo i keq, bashkësisht për njerëzve që jetojnë ato, po ata marrin pjesë në vendime. Ata nëse e shohin që dikush pi thënë ligjin, ata e lajmërojnë, ndërsa te na nuk e bojnë. Do me thonë qyteti, komuna, duhet me kriju ligjet, duhet me kriju rregullat, e na si qytetar duhet me përmbajt në rregulla. Edhe kur të shohim që dikush e ka gabim, me lajmëru. Po. Jo me thonë që hajtë se jo, se kam diçka, jo kojshi, jo po musulman. Jo, duhet mu vendos rregulli, duhet mu vendos ligji, edhe duhet të gjithë t'i përmbajmë rregullat që janë para paktu. Shumë është e çuditshme. Vim për Gjermanisë ku i rrin strikt çdo ligji, paguajnë dajo me dënime, e paguajnë tatimin, si të vinë Prishtinë, si të hinë duket ato te fush Kosova, ndryshojnë, për njëherë vonë shqiptarë, edhe unë çuditna, edhe pse vinë ata prej dika jashtë ku i ka marrë kulturën ndryshe, prapë sjellët i kanë si shqiptarë, automatikisht bën kosovar, janë nisim me motora natën a bojnë zhurëm, me vetura bojnë zhurëm, bojnë e parkojnë tjerën kudo që të mujnë. Mendoj që kulturën që e kam mësu atje, duhet me bartë edhe këtu. Është mungesë e shprehisë. Mungesë e shprehisë, dhe na duhet fëmijët pe qerrës me mësu, me eduku, se si duhet mu sjellë. Une, po duhet me vepra. Une djalin tem nuk shkemi kalu rrugën ku nuk ka zebra. Më ka ndodhur kur ku më dash, djalin ka për dorë, ka jo bab, këtu nuk bën. Dhe una duhet me eduku fëmin. Fëmija po bëj ke ato që ka i bën ti, jo ato që ka i thu ti. Kështu që na jena pasqyra atyne, edhe fëmijët tonë ka me bo ato që a bojmë na. Nëse na shojnë që na s'pagujnë tatim, nuk e pastrojnë shpinë, nuk e bojmë pastrimin para shtëpisë tonë, nëse shojnë që po kalojmë jashtë zebrave, nëse shojnë që nuk po nalim të kuqen, nëse na shojnë që po vëzitin shpejt, ata kam i përsërit në tarmën. Ata e jenë pasqyra jonë. Po fatkesisht e na njerëzit po kujtojnë që nuk na vren fëmija. Fëmija na regjistrojnë gjitha, edhe ma mirë se telefon na sheh neve. Kështu që na duhet me qenë si shembull se qysh duhet me jetu në qytet. Se qytetar bëhesh tu eduku. Kur e na ardhe na në Prishtinë, 59 kemi ardhë, edhe na kemi pas disa sjellje që na bë. Po tu i pa fqinjt, tu i pa se qysh po sillen, tu na mësuan në shkollë, gradualisht e na i na mësu. Mendoj që edhe në Prishtinë është gradualisht kjo edukata qytetarit të rrit, mirë po normalisht na duhet me marr pjesë edhe duhet me fol kur dikush bën gabime edhe me lajmëru ata që nuk i përmbajnë rregullat e qytetit, e ligjeve të qytetit. Zoti Selimi, unë po ju falenderoj shumë për kohën edhe për konsideratën. Gjithashtu po ju falenderoj për idetë dhe këshillat kaq të vlefshme që i dhat. Besoj që biseda jonë do të jetë një udhërrëfyes i rëndësishëm për zhvillimin e qytetit, ku qytetarët do të jenë pjesëmarrës aktiv në planifikimin e lagjeve të tyre. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi dhe ju falenderoj, shpresoj që t'ju shkoj puna mbarën tërmë. Shumë faleminderit.